Assalamu alaikum warahmatullah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Në hutben e kaluar ju tregova rreth shpërndarjes së plaçkës pas betejës së Hunenit. Ka edhe disa ngjarje të tjera në vazhd të kësaj teme që do t'i tregoj sot. I dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam pas çlirimit të Hunenit, të gjithë plaçkën e luftës pra urdhëroi që të mblidhnin në vendin e quajtur Gjarana, dhe pasi e tha këtë, profeti u drejtua Taifit, qytetit Taif, dhe pas një muaj e gjysmë afërsisht u kthye nga Taifi dhe mbriti përsëri në Gjarana. Dhe pasi erdhi këtu, nuk i shpërndau plaçkën menjëherë, por priti disa ditë, sipas disave 13 ose 14 ditë priti që ndoshta Hawazinët do të pendohen edhe do të kthehen dhe profeti do t'u akthente robër lufte dhe pasuri dhe bagtit e tyre. Profeti sallallahu alaihi wasallam ndërkohë që i priste, Hawazinët ishin në mëdyshje që a do të kishte dobi nëse ata do të shkonin te profeti apo jo. I dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam përfundimisht pasi priti kaq gjatë e shpërndau plaçkën dhe robërit e luftës, pa që nuk po vinin ata. Kur përfundoi gjithë shpërndarja, 14 njerëz të nderuar të fisit Hawazin mbërritën tek profeti sallallahu alaihi wasallam. Ata e kishin pranuar Islamin dhe ata i thon profetit që i gjithë fisi ynë e ka pranuar Islamin. Profeti, pra ata i kërkuan profetit mëshirë dhe thanë: o i dërguari i Allahut, ne jemi njerëz me tradita dhe jemi njerëz me dinjitet. Ti e di shumë mirë se me çfarë vështirësie ne po përballemi. Ti na bëj mirësi, Allahu do të bëjë mirësi ndaj teje. Kryetari i fisit të tyre, Abu Surat Zuhair bin Jarwali, ishte orator dhe poet i madh. Ai me fjalë shumë emocionuese paraqiti gjithë çështjen e tij në një mënyrë prekse përpara profetit sallallahu alaihi wasallam dhe e apeloi për mëshirë dhe tha: o i dërguari i Allahut, ndër këta robër lufte janë edhe hallat e tua, tezet e tua, motrat e tua, të cilat u kujdesen për ty dhe të kanë ushqyer kur ti ke qenë i vogël. Pse e tha kështu ai? Sepse i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam kaloi vegjlin pranë një mëndeshe e cila ishte nga fisi Banu Saad. Pra, mëndeshja e profetit ishte nga fisi Banu Saad, edhe fisi Banu Saad ishte një degë e fisit Banu Hawazin. Kështu ai, pra kryetari i fisit në fjalë, vijoi, tha:
Nëse këtë mirësi të dhënies së qumshtit do t'i bënim mbretit Ghassanit Harith bin Abi Shemer ose i mbretit të Irakut Numan bin Mundhir, dhe ne do të ishim në këtë vështirësi, do t'i kërkonim ndihmë, ata patjetër do ta ndihmonin. Kurse ti, o profet, je më i mëshirshëm nga të gjithë mëshiruesit, je bujari i madh. Dhe më pas ai recitoi një poezi në dashuri dhe në lavdërim të profetit. Në këtë delegat ishte edhe xhaxhai qumshti i profetit, edhe ai mbajti fjalim pak a shumë me këto ndjenja dhe tha që kur ti ishe o profet, kur ti ishe i vogël dhe ishe fëmijë, të kam parë ishe shumë i bukur, shumë i mirë, të kam vizituar edhe kur ke qenë djalë i ri dhe të kam parë që nuk kishte njëri tjetër më i pastër dhe më i ndershëm si ti. Ti je i tëri mirësi dhe bujari dhe ne jemi nga njerëzit e tu, andaj na bëj mirësi. Allahu do të të shpërblej ty për mirësinë tënde. I dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam i dëgjoi përgjërimet e tyre dhe nuk e refuzoi kërkesën e tyre. Përkundrazi, tha, unë ju kam pritur shumë gjatë, derisa unë u binda që ju nuk do të vini më. Dhe tani ju po e shikoni që gjithçka është shpërndar dhe shumë pak robër lufte më kanë mbetur. Gjithë pjesa tjetër është shpërndar. Dhe mua më pëlqen ajo që është më e drejta. Tani, profeti thot, kështu që ju duhet të zgjidhni njërën prej dy gjërave, dy alternativave. Ose merrni robërit lufte, pra burrat dhe gratë tuaja, ose pasurinë tuaj. Unë ju kam pritur shumë gjatë. Doja që ju të vinit edhe t'ju jepja të dyja gjëra. Kur Banu Hawazinët i panë gjithçka dhe ata thanë, o i dërguari i Allahut, ne duam të marrim njerëzit tanë, pra robërt e luftës. Atëherë i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam tha, robërit e luftës që më erdhen mua dhe bijtë e Abdul Muttalibit, unë po i liroj me njëherë. Ata janë të tuajat, pra i liroj dhe po ju a kthe juve. Përsa i përket robërve të tjerë të luftës, sa profeti, unë do të diskutoj me muslimanët e tjerë, sepse atyre u a kam dhënë tashmë. Dhe gjithashtu profeti u dha edhe një zgjidhje kësaj delegate se çfarë duhet të bënin. Tha, pas namazit të drekës, duhet të qëndroni përpara njerëzve dhe të thoni që ne po marrim ndërmjetës të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam përpara muslimanëve. Dhe profeti sallallahu alaihi wasallam të na ndërmjetësoi përpara muslimanëve që të na lirojnë muslimanët, fëmijët dhe gratë tona që kanë marrë si robër lufte. Profeti gjithashtu tha, thuajini atyre që jemi bërë musliman dhe jemi bërë vëllezër tuaj. Atëherë tha profeti, unë do të rekomandoj për ju përpara muslimanëve. I dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam ishte i tillë, pra kjo ishte bujaria dhe dëmshuria e profetit që vetë po i tregon robërve të luftës se si duhet të lirohen ata, sepse ata tashmë ishin bërë pronë e muslimanëve të atyre luftëtarëve. Dhe kështu vepruan antarët e delegatës që pas namazit të drekës qëndruan në këmbë dhe thanë, përmendet në Buhari, sipas rrëfimit të Buhariut, i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam qëndroi në këmbë dhe ju drejtua njerëzve dhe tha, vëllezërit tuaj u penduan dhe u kthyen tek ju. Dhe unë po i liroj robërit e luftës që u përkasin e tyre. Kushdo që dëshiron ta bëjë me dëshirë, le ta bëjë. Dhe ai që dëshiron të marrë diçka në këmbim të një robe lufte, le të më kërkojë mua. Unë do t'i dhuroj bagti në këmbim dhe unë së pari po liroj robërit e luftës që më takuan mua dhe bijve të Abdul Muttalibit. Sahabët e donin profetin sallallahu alaihi wasallam më shumë se
fëmijët dhe gratë e tyre më shumë se vetë jeta e tyre, dhe ata thanë: o i dërguari i Allahut, për hatër tëndin ne me dëshirë po i lirojmë gjithë robërit e luftës. Profeti u gëzua shumë duke parë këtë ndjesi të muslimanëve, por tha që unë dua të di pëlqimin e të gjithëve. Andaj tha, unë nuk po kuptoj nëse ndokush prej jush, pra kush ka dhënë leje dhe kush nuk e ka dhënë, sepse ishte grumbull i përgjithshëm, dhe tha: kthehuni dhe dërgoni prisin dhe mbikëqyrësin tuaj me motivacionin tuaja. Profeti sallallahu alaihi wasallam, pra ata spari u kthyen dhe dërguan pastaj prisin dhe mbikëqyrësin e tyre me motivacionet e tyre. Dhe kështu profeti sallallahu alaihi wasallam u bëri një mirësi kaq të madhe popullit armik, që të gjithë robër lufte që kishin ardhur nga ata, profeti u ktheu atyre pa asnjë dëmshpërblim. Por gjithashtu profeti sallallahu alaihi wasallam u kujdes për ndjenjat e muslimanëve dhe tha që çdo kush që do të lirojë një rob lufte, atij do të jepet 6 deve. Hazrat Omeri radiallahu anhu ishte i dashuruar dhe i bindur ndaj profetit sallallahu alaihi wasallam në atë mënyrë që ai nuk ishte në atë kohë, dhe kur u kthye pa që robërit e luftës po argëtoheshin, po kënaqeshin nga gëzimi, u interesua dhe kuptoi që profeti i liroi të gjithë robërit e luftës. Me të dëgjuar këtë, ai nuk u mor për asnjë lloj hetimi dhe menjëherë e urdhëroi të birin: o Abdullah, shko, ajo robëresh lufte që më ra mua, që më dha profeti sallallahu alaihi wasallam, liroje menjëherë. I dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam jo vetëm që i liroi këta robër lufte të Banu Hawazinit, madje u dha edhe roba si shpërblim, dhe profeti sallallahu alaihi wasallam tha: fala yakhruju al-hurru minhum illa kasiyan. Domethënë, asnjë rob i liruar nuk duhet të dalë pa rroba të reja. Kështu, për ta zbatuar këtë porosi të profetit, u dërgua një sahab, Busr bin Sufjani, dhe ai bleu çarçafe të reja dhe ju dha çdo robi lufte. Sipas rrëfimit, 3 veta ishin të tillë të cilët refuzuan të jepnin të burgosurit e tyre. Ishte Aqra bin Habisi, tha: për sa i përket fisit tim Banu Tamim, ne refuzojmë të kthejmë të burgosurit. Uyayna bin Hasan Fazari gjithashtu tha se unë dhe fisi im Banu Fazara i refuzojmë. Abbas bin Mërd i tha se unë dhe Banu Salimi nuk do t'i kthejmë të burgosurit. Por Banu Salimet, sa po e dëgjuan, u treguan mosbindje ndaj prisit të tyre dhe thanë që gjithçka që kemi ne u kemi dhënë të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam. Sipas disa rrëfimeve, profeti sallallahu alaihi wasallam tha: Banu Hawazin, pra të gjithë të burgosurit e Banu Hawazinit janë të liruar, dhe ai që nuk dëshiron ta lirojë të burgosurin e tij, atij do t'i japim si shpërblim 6 deve që ai ta lirojë të burgosurin. Kështu, edhe ata të cilët nuk ishin të gatshëm për të liruar të burgosurin e tyre, e liruan, dhe kështu atë ditë 6.000 të burgosur të Banu Hawazinit u liruan. Sipas disa rrëfimeve, Uyayna bin Hasan Fazari prap nuk liroi të burgosurin e tij. Për shkak të kësaj mosbindje, ai u turpërua shumë dhe i privoi veten nga shumë bekime. Kështu që përmendet që i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam, kur mësoi lajmin se të gjithë e liruan të burgosurit përveç Uyaynas, atëherë profeti i tha: Zoti e bëft të humbur. Përmendet ngjarja e të burgosurit Uyaynas që ai kishte marrë një grua të moshuar si të burgosur dhe jo grua të re. Kur njerëzit e pyetën kur njerëzit e kësaj plake do të vinë të lirojnë, ai tha që mua do të më japin shpërblim çfarë të kërkoj unë, sepse ajo do të ketë shumë fëmijë. Kështu, kur u liruan të gjithë të burgosurit dhe ai refuzoi ta lironte këtë të moshuarën, djali i kësaj të moshuare shkoi tek Uyayna dhe tha që unë na liro nanën në këmbim të 100 deveve. Uyayna tha:
se ai do ta shtojë shpërblimin dhe prandaj e refuzoi. Djali u kthye. Pas pak kur Ujaina ndjeu që ai nuk po kthehet, atëherë ai vet shkoi tek djali i saj dhe tha: "Mi jep ato deve që më the që do të më jepje për nënën tënde." Ai tha: "Tani unë do të jap 50 deve." Dhe kështu duke bërë pazar, fjala shkoi deri tek 10 deve. Dhe më pas sa unë as këtë nuk do të jap ty më. Dhe kështu përfundimisht mbriti pazari deri këtu që Ujaina tha: "Merre këtë plak për nënën tënde, falas." Atëherë ai djali tha që i dërguari i Allahut pasi liroi çdo të burgosur i dha edhe rroba të reja, kurse nëna ime është e privuar nga kjo, kështu që përgatiti rrobat për të. Ujaina tha: "Unë nuk kam asgjë, unë vet jam i varfër." Pra nga lakmia ai kishte kaluar deri në këtë situatë, por djali ishte këmbëngulës dhe nuk e liroi. Dhe kështu ai u detyrua të jepte qarqafin e vet. Dhe kështu ai mori nënën e tij dhe qarqaf të Ujainas dhe i tha Ujainas që ti je i tharë nga mendja, nuk di të përfitosh nga momenti. Dhe gjithashtu edhe shokët e tij të tjerë, pra të Ujainas, e tallnin. Kështu lakmia përfundimisht e bëri të varfër. Malik bin Aufi, që ishte kryetari i fisit Banu Hawazin, përmendet se si ai e pranoi Islamin. I dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam pyeti Banu Hawazinët për kryetarin e tyre, për Malik bin Aufin, thanë se ai është në Banu Saqif, në Taif. Profeti tha: "Njoftojeni atë, nëse ai do të kthehet i bindur, pra i nënshtruar, unë do t'ia kthej atij të gjithë familjarët e tij, të cilët ishin tashmë të burgosur." Sipas disa rrafimeve, i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam kishte lëshuar porosin, urdhrin që ata nuk duhet të shpërndahen, pra si të burgosur, të mos i merr njeri, por profeti i tha ata duhet të mbahen në shtëpinë e Umme Abdullah binti Abi Umayyas në Mekë. Kështu prisi i Banu Hawazinit u njoftua dhe ai menjëherë e pranoi. Mirë po, ai kishte frikë nga fisi Banu Saqif ku ishte i strehuar, sepse ai dinte që nëse ata do të dinin se ai po shkonte te Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, do ta burgosnin. Kështu ai natën përgatiti një deve dhe një kal dhe u nis për në Gjarana, nga Taifi për në Gjarana. Profeti sallallahu alaihi wasallam ja ktheu të gjithë familjarët dhe përveç kësaj i dha 100 deve si dhurat, duke parë bujarin e profetit. Ai menjëherë u bë musliman dhe gjithë jetën ai qëndroi musliman i devotshëm. I dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam më vonë e caktoi atë prijes të popullit Hawazin dhe kryekomandant të ushtrisë së tyre. Ky ishte pikërisht ai Malik bin Aufi, i cili përgatiti gjithë ushtrinë Hawazin dhe Saqifin për të asgjësuar gjithë muslimanët dhe profetin sallallahu alaihi wasallam. Ishte i etur për gjakun e profetit sallallahu alaihi wasallam. Kishte ngritur gjithë atë luftë kundër tij, por shikoni modelin e profetit sallallahu alaihi wasallam. Shikoni faljen dhe bujarinë e tij që ai profeti ishte i etur për udhëzimin e tij. Kur ai erdhi për të kërkuar udhëzimin, jo vetëm që i fali gjitha gjërat, gjitha padrejtësitë dhe sulmet, armiqësitë, i dha një dhurat shumë të çmuar të saj kohe, pra 100 deve. Njëra prej të burgosurave të kësaj betejë ishte një zonjë Shema. Kjo ishte nofka e saj, emri i saj ishte Hodhafa. Kur ajo u burgos, i tha burgosësve, pra sahabëve, që unë jam motër qumshti i profetit tuaj. Sahabët nuk e pranuan. Dikush nga ensarët e sollën tek profeti, dhe tha: "O Muhammed sallallahu alaihi wasallam, unë jam motër qumshti jote." Dhe profeti pyeti për ndonjë shenjë. Ajo tregoi një shenjë të dhëmbëve, tha
i tha, unë të mbaja në krah dhe ti më kishe kafshuar. Profeti ndoshta më vonë u kujtua dhe ajo thoshte se ne kullotnim bashk dhi dhe baba yt qumshti dhe nëna jote qumshti, pra mëndesha jote është nëna ime e vërtet. O i dërguari i Allahut, atë kujtohet unë milja dhit për ty. Profeti e kuptoi, e njohu dhe u ngrit në këmbë, shtroi qarqafin e tij për të dhe tha ulu dhe i bëri mirëseardhje. Profetit filluan t'i shkonin lot dhe më pas pyeti për prindërit qumshti, ajo tha ata ndruan jetë. Profeti tha, nëse mendon të udhës, mund të qëndrosh me ne do të respektojmë dhe do të japim dashuri, por në qoftë se dëshiron të kthesh te populli yt, mund të shkosh atje. Ajo tha, unë dua të kthehem tek populli im. Sidoqoftë, ajo e pranoi Islamin. Profeti sallallahu alaihi wasallam asaj i dha 3 sklavë dhe 1 skllave dhe gjithashtu 1 ose 2 deve. Profeti në atë kohë ishte në Hunain dhe prandaj i tha të shkonte në Gjarana dhe të rinte me popullin e saj, kurse për vete tha unë po shkoj në Taif. Kështu ajo erdhi në Gjarana. Pastaj profeti kur u kthye në Gjarana e takoi sërish dhe i dha dhi dhe dele. Sipas një rrëfimi, profeti sallallahu alaihi wasallam i tha asaj, më kërko çfarë të duash do të jap dhe çfarë do ndërmjetësimi të bësh do ta pranoje. Ajo bëri ndërmjetësim për një njeri të Banu Saadit, i cili e kishte vrarë një musliman dhe e kishte djegur pastaj dhe sahabët e kishin burgosur atë. Shejma i kërkoi falje për të dhe profeti e fali, ndonse nuk përmendet detajet. Profeti me siguri do të ketë paguar dhe shpagimin. Sipas rrëfimit të Abu Dawudit, në vendin e quajtur Gjarana, i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam u takua edhe me nënën, pra mëndeshën e tij, por përmendet që ky rrëfim është i dobët. Mundet që nëna qumshti profeti sallallahu alaihi wasallam me atë u takua më vonë, u takua në ndonjë moment tjetër të mëparshëm, sepse deri në atë kohë, sipas të gjitha rrafimeve, ajo kishte ndruar jetë deri në betejën e Hunenit. Pra, i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam kur mërgoi nga Mekka në Medinë, banorët e Mekës njoftuan që kushdo që do të sjell profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam, të gjallë apo të vdekur, do të shpërblehe me 100 deve. Dhe është një ngjarje shumë e famshme që ju kam treguar edhe më përpara shumë herë. Dhe duke dëgjuar këtë, Suraka bin Maliku, i cili Suraka bin Maliku e ndoqi profetin sallallahu alaihi wasallam dhe mbriti tek ai, por përmes një mrekullie Allahu i Madhërisëm e mbrojti të dërguarin e Allahut dhe e bëri Surakan të dështonte. Dhe atëherë i dërguari i Allahut i kishte thënë Surakas, Suraka, cila do të jetë gjendja jote kur ti do të kesh bizylyket e Kisras në duart e tua? Atëherë ai i kërkoi profetit një garanci dhe i njëjti Suraka me të njëjtën garanci mbriti në vendin e quajtur Gjarana dhe e pranoi Islamin. Këtu përmendet edhe për një niyet të Hazrat Omerit radhiyallahu anhu. Ai kishte bërë niyet ose kishte taksuar që në kohën e ignorancës, pra ai tha o i dërguari i Allahut, në kohën e ignorancës, pra para se të bëhem musliman, unë kisha bërë niyet që do të bëja itikaf një ditë në xhamin e shenjtë, pra në Qabe. Si mendoni ju? I dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam tha, shko dhe plotësoje niyetin. Kështu Hazrat Omeri shkoi dhe e përmbushi niyetin e tij. I dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam, ndërkohë që ishte në Gjarana, pra në vendin Gjarana, një natë ai u nis për të bërë umra, nga atje ka udhëtuar në Mekë. Sipas rrëfimeve shkoi natën dhe po natën u kthye. Njerëzit menduan se profeti sallallahu alaihi wasallam nuk doli as gjekundi, pra vetëm për një kohë të shkurtër shkoi.
Për sa i përket kthimit të profetit në Medinë, përmendet që nuk ende kishte 12 ditë të mbetur nga muaji Dhul-Qa'da, ishte dita e enjte që profeti sallallahu alajhi wasallam u nis për kthim. Dhe më përpara profeti sallallahu alajhi wasallam kishte caktuar Hazrat Utab bin Usaidin drejtues të Mekës dhe bashkë me të profeti la edhe Muadh bin Jabelin dhe Hazrat Abu Musa Ashariun, të cilët do t'u mësonin njerëzve Kur'anin dhe fen. I dërguari i Allahut sallallahu alajhi wasallam mori disa bagti me vete në mënyrë që t'u dhuronin njerëzve që do të takonte rrugës. Nga Gjarana profeti u nis dhe duke kaluar nga Serfi dhe më pas mbriti në vendin e quajtur Meru Zahran dhe pas 9 ditë udhëtimi mbriti në Medinë, ku ende kishin mbetur 3 net të Dhul-Qadas. Në të gjitha këto ekspeditat, pra në qëllimin e Mekës, qëllimin e Huazinit dhe sulmet e Taifit, profeti kaloi 2 muaj e 16 ditë. Disa orientalist perëndimor ngrejnë akuza kundër profetit sallallahu alaihi wasallam në lidhje me qëllimin e Mekës, në betejën e Huneni dhe betejën e Taifit. Ndonë se këto orientalist nuk gjejnë ndonjë diçka konkrete për të akuzuar, por janë 2 akuzat e tyre të cilave dua t'u drejtohem. Kështu që orientalisti i kohëve tona William Montgomery Watt shkruan, dhe unë po lexoj përkthimin e citimit të tij. Ai thotë që disa gra robresha u janë dhuruar sahabëve kryesor dhe përveç tyre gjithë të tjerat, gjithë plaçka tjetër i është dorëzuar janë vendosur në Gjarana në komandën e Masud bin Amr Ghafariut. Po kështu William Mjori shkruan që 3 gra të bukura robreshat janë sjell profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam dhe nga ato profeti njërën i dha Aliut, tjetrën Usmanit dhe të tretën Omerit. Dhe Omeri më pas ja kaloi të birit Abdullahut. Dhe për 2 të tjera nuk dihet se çfarë ka ndodhur me to, thot ai. Dhe më pas thot që nga kjo rezulton se si ka qenë jeta e brendshme e historia pra e jetës së profetit, që ai u dhuronte robresha të tilla, u dhuroi njerëzve të tij, nga të cilët njëri ishte vjeri i tij dhe 2 të tjerë ishin dhëndurët e tij. Kështu ai gjoja i shpërbleu njerëzit e vet. Pra, këta akuzues tentojnë të paraqesin një ngjarje në një mënyrë tinze dhe edhe ajo është e pa bazë, sepse kjo shpërndarje që citon personi në fjalë nuk përmendet në librat Siratul Halabia dhe në Tabqat ibn Sa'd, po përmendet për shpërndarjen e pasurisë. Në Tabqat ibn Sa'd përmendet që atë ditë muslimanët morën 6.000 robër lufte. Idhujtarët mbritën tek muslimanët dhe thanë: "O i dërguari i Allahut, ti je më i miri ndër njerëzit. Ti ke marrë pasurinë, gratë dhe fëmijët tanë." Dhe profeti sallallahu alaihi wasallam u tha gjithë muslimanëve: "Kush ka ndonjë rob lufte dhe ai le ta kthej, kjo është më e mirë për të. Dhe ai që nuk dëshiron, atëherë unë do t'ja shpërblej atë." Pra unë kam borxh ndaj tij. Pra profeti sallallahu alaihi wasallam i bindi edhe ata muslimanët të cilët nuk donin të kthenin. Dhe sahabët të gjithë thanë se: "O i dërguari i Allahut, ne duam t'i kthejmë robreshat ose edhe robërit lufte." Dhe profeti i tha se unë nuk po kuptoj se kush prej jush është i kënaqur, kështu që dërgoni përfaqësuesit tuaj. Dhe më pas ata dërguan përfaqësuesit e tyre dhe dëgjuam gjithë ngjarjen. Dhe më herët gjithashtu kemi përmendur se si veti i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam organizoi me urtësi të madhe lirimin e të robëruarve
Dhe ato ngjarje janë përmendur në librat e historisë dhe për këtë është I vetëdijshëm edhe vetë Sir William Mori dhe pavarësisht nga akuza që kishte ngritur që ju kam lexuar më përpara, vet William Mori është I detyruar ta pranojë këtë të vërtetë. Ai shkruan që të gjithë të robëruarit e Hunenit ishin liruar. Pra, kjo fjali e tij bie ndesh me akuzën që ai e ka ngritur pak më herët. Ngjarjet e kësaj betejë, analiza e ngjarjeve të kësaj betejë tregon që në fillim profeti sallallahu alejhi wasallam të robërit të luftës I dorëzoi sahabëve, por profeti sallallahu alejhi wasallam pasi I dha një formë vendimtare kësaj çështjeje dhe I çoi të gjithë robërit e luftës në Gjarana nën komandën e Hazrat Masud bin Amr Ghafariut dhe më pas profeti pas betejës së Taifit kur u kthyen dhe mbritën njerëzit e Huazinit dhe I kërkuan profetit sallallahu alejhi wasallam njerëzit e tyre, profeti me shumë urtësi u ktheu të gjithë të robëruarit. Dhe edhe orientalisti Montgomery Watt gjithashtu është I vetëdijshëm për këtë. Ai thotë duket se pas një kohe të gjatë pas Muhamedit, pra njerëzit kanë shtuar disa gjëra të paqena në ngjarjet e profetit. E thot vetë ai. Po kështu një akuzë tjetër është ngritur nga Magulisi. Ai thot që sipas tij profeti e ktheu musliman kryetarin e Taifit Malik bin Auf Nasriun me dhunë e ktheu musliman. Margulisi, edhe akuza e Margulisit gjithashtu është e pa bazë. Dhe kjo është në fakt, kjo pasqyron mërin që akuzuesi ka ndaj profetit sallallahu alaihi wasallam. Çdo gjë që profeti sallallahu alaihi wasallam e ka bërë për mëshirë, ata e interpretojnë si dhunë. E gjithë ngjarja përmendet në librin Sirat ibn Hisham që kur I dërguari I Allahut sallallahu alaihi wasallam pranoi apelin e banorëve të Hawazinit dhe u ktheu të gjithë të burgosurit dhe pasuritë, dhe siç ju thash më herët që profeti vet u kujtua për prisin e tyre Malik bin Aufin dhe tha se çfarë ndodhi me ta. Than që ai është ende në Saqif, në Taif, profeti sallallahu alaihi wasallam pikërisht për shkak të mëshirës të tij I tha, le të shkoj dikush ta njoftojë, nëse ai pranon Islamin, edhe atij do t'ia jap të gjithë familjarët e tij dhe pasurinë e tij. Dhe jo vetëm kaq, profeti sallallahu alajhi wasallam tha, do t'i jap edhe 100 deve atij. Kështu, këtu është e rëndësishme të theksojmë që profeti sallallahu alajhi wasallam është mbret qëllimtar dhe nuk ka asnjë interes ndaj Malik bin, pra nga ndaj tij prisi, dhe nuk ka asnjë përgjegjësi ndaj tij. Vetëm për shkak të mëshirës që ka, vetëm për shkak të dëshirës që ai duhet të udhëzohet, I dërgon mesazhin e Islamit. Dhe më pas ja kthen pasuritë, familjarët dhe devet shtesë, pavarësisht se ai ka qenë armik. Nga ana tjetër duket që edhe Maliku tashmë ishte përgatitur për Islamin, kështu që ai sapo e mori mesazhin e profetit, u bë gati për të takuar profetin. Nga Taifi mbriti në Gjarana dhe e takoi profetin. Dhe tashmë Maliku ishte bërë musliman. Profeti atëherë ja ktheu familjarët dhe pasurinë dhe më pas edhe 100 deve shtesë. Ai e pranoi Islamin dhe pasi e pranoi Islamin, ai këndoi disa vargje, njëri varg ishte ma in ra'aytu wala sami'tu bimithlihi fi an-nasi kulluhum bimithli Muhammad. Do të thënë unë ndër të gjithë njerëzit nuk kam parë as nuk kam dëgjuar njeriu si Muhamedi. Këto ishin të gjitha ngjarjet e betejës së Hunenit. Në të ardhmen do t'ju përmend ekspedita të tjera inshallah taala. Tani do të përmend 2 njerëz që ndruan jetë dhe më pas do t'i drejtoj edhe gjenazet e tyre ghaib. Gjenazja e parë është e Dr. Laik Ahmed Farah sahibit që ishte në Kanada dhe ndroi jetë atje. Ai për shumë vite I shërbeu xhamatit si një I dedikuar si mjek në vendet afrikane
Ai ditët e fundit ndroi jetë në moshën 83 vjeçare, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ai kishte bërë edhe vasiatin dhe la pas bashorten një djalë e 2 vajza. Nën skemën Majlis Nusrat Jahan, ai u caktua në 74-ën në Ghan të Afrikës, shërbeu deri në 78-ën atje në spitalin qendrore. Pas 3 vite ai kërkoi leje për shkak të sëmundjes së tij. Kalifi i tretë i kërkoi që të punonte edhe një vit shtesë. Ai zgjidhi edhe çështje të komplikuara dhe që i vinin disa ai i referonte në spitalin qendror, por të sëmurit nuk dëshironin të shkonin dhe thoshin se jo, duam të mjekohemi me ty në spitalin e Ahmedian. Dhe ai bëri shumë operacione të cilat patën sukses, për cilat nuk kishin shpresë. Sidoqoftë, një çështje e tillë ishte hernia e të mbytur që ai sipari ju lutë Allahut të Madhërisëm dhe e bëri atë operacion dhe pati sukses. Në 84-ën ai përsëri u caktua në Afrikë, në Gambia, dhe ku do të shërbente deri në vitin 1993 dhe i shërbeu me shpirt të devotshmërisë. Djali i tij tha që dhe ka shkruar shumë sakt, ishte njëri i heshtur, por lutej shumë, ishte shumë i përulur, i duruar, i palëkundur. Gjithë jetën kaloi duke shërbyer njerëzimit, sidomos në Gambia, në fshatrat e vogla, në Angjora, nuk kishte as bukë për të ngrënë, nuk kishte as rrymë elektrike, as ujë, por aty jetoi dhe shërbeu. Thot që edhe unë isha semur, djali thot isha semur dhe më dilnin shpesh puqra në përkëmbë dhe më mbante në krah dhe më çonte në shkollë dhe asnjëherë nuk ankohe. Më pas thot që kemi pasur një fat të madh që Hazret Kalifi i 4 na vizitoi në vitin 1988 dhe sidomos në shtëpinë tonë, pra në shtëpinë e tij në vizitoi dhe në shtëpi nuk kishte karrige për të ulur. Dhe prap huzuri tha, unë do të ha bukë me ty, dhe gjithë stafit të tij tjerë tha që të dilnin jashtë dhe huzuri qëndroi me të në dhomë. Në Lahore, gjatë shërbimit, ai përmendte një ngjarje që i ra shumë poshtë tensioni dhe ushtri në tavolinë dhe thoshte që ndjeva sikur më erdhi koha e vdekjes dhe mjekët nganjëherë kanë kështu mendime dhe kuptojnë ndoshta veten e tyre. Dhe ndërkohë ai dëgjoi një zë, ende nuk të ka ardhur koha. Në Kanada do të vi koha. Kështu më pas më vonë, pas shumë vitesh, kjo profeci do të përmbushej. Një herë në Ghanë, ai kur u kthye nga Ghana në 78-ën, Hazret Kalifi i 3 rahimahullahu taala i tha atij që ti do të kthehesh, ti do të shkosh përsëri në Ghanë, unë do të çoj aty përsëri. Unë nuk e kuptova, sepse unë nuk po e dedikoja prap. Por në vitin 1983 përsëri mora një letër nga sekretari Nusrat Jahan që ne po mendojmë t'ju çojmë përsëri. Kështu në vitin 1984 Hazret Kalifi i 4 radhiyallahu anhu përsëri e dërgoi në Afrikë, në Gambia. Dhe thoshte që kjo për mua ishte mrekulli që njëri kalif tha me gojë diçka të cilën e plotsoi kalifi pasardhës. Wahab Adam Sahibi, që ishte emiri i mëparshëm i ndjer i Ganës, thoshte që Doktor Sahibi kurdo herë që shikonte që një sëmur ishte tejet i rënd, falte nafilet dhe i lute Zotit. Edhe unë kam jetuar në Ganë, gjatë qëndrimit tim e kam parë vetë të ndjerin. Ishte njëri shumë i pastër, shumë i delir, i përullur, shërbyes i madh i njerëzimit, i respektonte shumë të dedikuarit. Mikpritja ishte krye kuput mikpritës, edhe ai edhe gruaja e tij. Shumë pak njerëz kanë vetitë të tilla siç ka pasur i ndjeri. Daud Hanif Sahibi, që tani është presidenti i Xhamia të Kanadas,
drejtori i Xhamias së Kanadas, më përpara ka qenë emiri i xhamatit në Gambia, thotë që gjithnjë ishte i gatshëm për të shërbyer njerëzimit, nuk shikonte natën apo ditën, kur dëgjonte se dikush është në vështirësi, menjëherë dilte nga shtëpia. Aty ku ishte caktuar ai ishte një spital shumë i vogël. Duhet të shkonte me 2 varka deri atje. Dhe edhe shtëpia e tij ishte në fakt ishte një dyqan i braktisur, e pastruan dhe e bën si shtëpi, por me shumë gëzim e pranoi, nuk kishte rrymë, nuk kishte ujë, nuk kishte as telefon. Duhet të shkonte deri te lumi për të marrë ujë, për të mbushur ujë. Përdorte qirin dhe lamp vajguri. Ndërhyrjet kirurgjikale i bënte gjatë dritës, pra në dritë, dhe aparatet i sterilizonte në sobë me gaz. Mjekët sot as nuk mund t'i besojnë këtë gjëra. Njëherë kur ai aty ishte në Afrikë, grabitësit u futën në një shtëpi dhe njerëzit filluan të alarmoheshin dhe i rrethuan grabitësit, dhe njëri prej tyre me një armë që ishte tip shpate e goditi në kokë njërin prej grabitësve. Dhe menjëherë u thirr pikërisht mjeku dhe ai natën mbriti dhe nën dritën e qiririt dhe të elektrikut bëri operacionin dhe e bëri me sukses dhe personi pra i sëmur i shpëtoi. Njëherë një i sëmur mbriti tek mjeku, tha që unë të sëmurin e kam në fshat dhe ai nuk mund të vi dot këtu. Ai menjëherë doli nga shtëpia dhe udhtoi dhe shkoi në fshat për ta mjekuar dhe ai u shërua. Dhe më pas deputeti i asaj zone, kur e mësoi këtë shërbim të doktorit sahibit, mbriti në klinikën e tij dhe falenderoi. Dhe më pas çdo herë kur vinte në fshatin e tij, në zonën e tij, e vizitonte doktor sahibin me patjetër dhe shpesh thoshte që në të vërtetë ti po i bën shërbim ndaj njerëzimit. Allahu e fal dhe mëshiroft dhe ja ngrit nivelet në xhenet, u dhën i mbrojt bashortën dhe fëmijët dhe u dhën durim te kuraje. Gjenazja e dytë është e Hamid Ahmed Ghori sahibit, që ishte nga Hyderabadi, Indis, edhe ai ndroi ditët e fundit në moshën 74 vjeçare. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ai kishte bërë vasiat, pra testamentin. Ai la pas bashortën, një vajzë dhe 4 djem dhe shumë nipër mbesa. Të gjithë fëmijët e tij po i shërbejnë xhamatit në një mënyrë ose tjetrën. Indjeri ishte vllai i vogël i Inam Ghori sahibit, që është Nazir Ala i Kadianit. Ishte babai i Samad Ghori sahibit, që është misionar dhe presidenti i xhamatit të Shqipërisë. Indjeri falte rregullisht namazet e 5 vakteve, madje edhe tahajjudin. Ai kishte dashuri të madhe për Kuranin e shenjtë, e lexonte rregullisht dhe përpiqej ta mësonte atë përmendsh. Derisa ka qenë me shëndet, pasi falte nafilet para sabahut, dilte në lagje dhe duke shkuar për në xhami, trokiste në dyert e shtëpive të ahmedianëve për të thirrur njerëzit për namazin e sabahut. Ai pati fatin ta bënte edhe haxhin dhe umran. I zbatonte porositë e kalifit të kohës. Për çdo porosi, sado të vogël apo të madh qoftë, së pari përpiqej ta zbatonte vetë. Dhe më pas u lexonte ato porosi edhe të tjerëve, nga që mbante hutbet në xhamin e xhamatit. Kështu që së pari mendonte ti zbatonte urdhrat në mënyrë që t'ua thoshte edhe të tjerëve për t'i zbatuar, dhe në këtë përpjekje me bekimin e Zotit ai gëzonte dhe sukses. Kuronte falas me homeopati, kishte mbledhur shumë ilaçe në shtëpi që u jepte falas të sëmurve. Ishte shumë i përparuar në kontributet financiare. Një i afërm i tij thot, kisha shumë mangësi në çandat, pra në kontributet financiare të vasiatit, të testamentit. Indjeri shkoi te sekretari i financës, i pagoi mangësitë në emrin tim dhe më pas më erdhi dhe më tha, kujdes, mos i lë mangët kontributet, jep çandat në radh parë. Njerëzit e fisit i mbante afër, vazhdimisht i mblidhte në shtëpinë e tij, merrte pjesë në gëzime dhe në hidhrimet e tyre. Përfaqësuesit e xhamatit dhe misionarët që shkonin i respektonte shumë.
Ai pati mundësinë të shërbente xhamatit në pozita të ndryshme si zëvendës amiri i xhamatit të Hyderabadit, sekretari i mësimeve të Kuranit, presidenti i xhamatit në lagje, Nazim Ansarullah, zëvendës Sedr Ansarullah për jugun e Indis. Pra i ka shërbyer xhamatit në mënyra të shumta. Njëherë mori pjesë edhe në gjelsa këtu në Angli. Allahu e falt dhe më shiroft. Djali i tij që është misionari i xhamatit në Shqipëri nuk shkoi dot në xhenazën e babait. Allahu i dhën durim edhe atij dhe kuraje. Sidoqoftë pas namazit do t'i drejtoj namazin e xhenazës ghaib. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.